Përshëndetje, unë jam Nikolas Bushi, jam 21 vjeç dhe më falni për gjuhën shqipe time, por kam lindur në Itali dhe jam rritur në Amerikë, por... Bravo për shqipen e bukur. Mirë se erdhe. Jam shumë falëndërues për prindërit e mi që janë lodhur për të mësuar gjuhën shqipe time dhe jam shumë krenar për të qenë këtu për të performuar në gjuhën e nënës. Edhe unë kam ardhur për të performuar si një ventriloquist. Tani, për ata që nuk e din çfarë është një ventriloquist, është kur një njeri flet pa lëvizur buzë dhe bën një kukull të flasi. Dhe ka shumë avantazhe ventriloquizmi, sepse unë këtu mund të prezantoj veten time sikur po më prezantoj një njeri tjetër, po zërin po e bëj po unë pa lëvizur buzë. Ja t'ju tregoj. Përshëndetje, unë jam prezantuesi. Ju nuk në shikoni, por vetëm në dëgjoni, sepse unë jetoj në imagjinatën e Nikolasit. Ky djalë është 21 vjeç dhe është ventriloquist. Jo, zotri është. Është ventriloquist. Ventriloquist. Jo, ventriloquist, e njëjta gjë. Okej, më fal, ti e bë prezantimin. Nikolas Bushi është 21 vjeç dhe është ventriloquist. Këte e thash edhe unë, po ti duhet të thoje diçka tjetër. Eto të në paguaj në shumë. Të paguaj me të vërtetë ke? Po. I ka unë tani 800, në jo 800. Bravo. Kjo është një në avantazhet si ventriloquist që mund kesh. Kjo është një në... Më falni, është miku im Chris. Çfarë ka Chris? Është në valigje. Arritëm në shqitëri. Si? Arritëm në shqitëri. Po, arritëm. Eto të herë në nëzirë nga valigja. Çfarë? Një sekond. Çfarë ka? Në nëzirë Nga valigja. Okej, një sekond. Për i dhe hapje. Një dua tërkitje për mikun tim, Chris. Wow, të ku jeni në këtu? Jemi të Albania's Got Talent. Wow, sa dukur të titë se nuk në thejnë mua. Pse? Që taktën të kisha rregulluar takt flokët isha dheshur në mirë. Dua të impresionoj Adelinë. Po pas të bëjmë Chris, se shumë mirë dukesh. Ashtë të thua ti, po përshëndetje publikun. Përshëndetje. Përshëndesin të gjithë shqiptarët kudo që ndodheni që të na ndjekin. Po, në Shqipëri, Kosovë, në Europë, në Amerikë, në Hën. Çfarë? Nuk ka njerëz në Hën. Ta ngjalla alin ti ngjak, ka vend ku nuk ka shqiptarë. Kanë ngelur akoma disa në Shqipëri. Dëgjoj Chris, mos i futemi politikës tani. Pse? Unë politikan jam. Jo, ti nuk je politikan, ti je kukull. E njëjta gjë. Dhe gjë këtu, përshëndetje Jurin. Wow, Adelina Elsa Çkeli. Tu atë flas në Adelinën. Çkemi Adelina si je? Hiq, mirë shumë. Adelina, sa vjeç je? Jo, dëgjoj Chris, nuk pyetet një zonjë sa vjeç është. Më fal. Adelina, çfarë viti ke lindur? Jo, është e njëjta gjë. Okej, një pyetje tjetër. Okej, Adelina, sa të shon? Chris. Edhe një. Adelina, a do hysh në valigjën e mua pastaj? Chris. Oh la la. Chris, jemi duke folur për Jurin. Çfarë Juri e 3 këngëtar? Pa e kush është? Ai e ty? Ai është Agron Laka. Pa e çfarë do? Agroni është artist komik. Komik. Në fjalë tjera i tatun. Genial. Fantastik. Pensionist, Chris. Çfarë ti dojnë? Dëgjoj Chris, Agroni është artist me shumë vlera në Shqipëri. Ashtu? Po, kërkoj ndjes. Okej. Goni? Më thal. Bravo. Në vjen keq që je tatun.
Chris, dëgjoj, ne nuk jemi këtu për të gjykuar Jurin. Ata gjykojnë talentin që po shfaqim. Se ti çfarë të bën? Unë jam ventriloquist. Çfarë ka? Me tak fjalë dhe ti ta thon. Jo. Ja, dëgjoj këtu Chris, ventriloquizmi është shumë art i bukur. Ashtu thua ti. Ventriloquizmi ka komedi. Po ti kur do na bësh në qesh? E fort, Chris. Dëgjoj Chris, ti çfarë bën? Unë jam këngëtar. Je këngëtar. Po si Ed Sheeran. And I love you, the shape of you. You're the shadow I can need you. Ed Sheeran. Po ja, jam si Michael Jackson. Michael Jackson, okay. Is no lover. Chris. E falenderit. Chris, po atëherë me që je këngëtar, pse nuk na këndon një këngë? Okay, maestro, të lutem. Opera. Opera. Sul mare lucica la strada d'argento, la cina l'onda trastero al vento, alita la città, marchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. A mund ta këndosh të pjesë prap? Okej. Santa Lucia, Santa Falenderit. Chris, shumë bukur. Po, tani të flas në menaxherin tim. Me menaxher, ku është? Kjo ja dhe në telefon. Chris nuk lejon telefonat këtu në sallë. To telefoni im është i padukshëm. Është i padukshëm. Një sekund. Se nuk ka linjë. Okej. Alo, Alo, Gjili? Ku je, o burë, se unë e thari. o Chris, që ndone, njëra? Një të shkru në rodin e mesazh, o Kris ku je, o Kris ke unë thari. Dhe ti në i kathe të lenon, burë, që bën kësho? Kanë qenë i zërë. Ke qenë i zërë. Gjo, këndodhe një këngë tu të Aldinjës Got Talent të Nikolasin edhe i... Një sekund. Stra do di, jam telefon. Okej, më fal. Alo, Një sekund. Si t'ja bëjmë, këndodhe një këngë të Nikolasin. kërkoj të agens. Ti kërkoj të agens. Po, edhe deri thala Castros. Castro të do thala Qimi. Një ataski. Po Chris, çfarë tha Qimi? Tha që ti duhet të më taguash. Të paguaj. Nikolasi nuk në taguaj ti no. Ta i kush është? Ai është prezantuesi im. Nikolasi nuk më dha si kokorleku. Dëgjoj Chris, unë nuk kam lek me vete. A jo? Jo. E të atëherë që ta kene gjep? U dha? Në dëgjove. Chris, unë nuk kam gjë në xhep përveç një tullumbac. Okej, shumë mirë, thërje. Të fry tullumbacin. Chris, nuk kemi kohë për të fry tullumbacin se jemi të lutem. Chris, Të lutem. Chris, jemi para publikut, do ta fry tullumbacin pastaj dhe do ta jap. Po kjo çfarë ishte? Në t'i dhim. E di çfarë? Ç'ta ndodhi? Chris, kur unë jam duke fry tullumbacin, ti duhet të bësh diçka tjetër. Okej, kur ti e të këthërë të lëndacin, unë dhe këndej një këngë. Çfarë? Ti do këndosh kur unë jam duke fry tullumbacin. Chris, kjo është e pamundur. I don't care. Chris. Chris, kur unë jam duke fry tullumbacin, ti nuk mund të këndosh. Chris, po e provuam, unë dhe duke më qesharak.
Ky është plani. Hajde tani, jeti. Bravo. Nota molti. Ma nota molti. Jo, mos e shtryj. Pse? E dua ta ndaj unë. O, do të bash tullumbacin. Unë e di vendin perfekt të lutem. Unë e di vendin perfekt ku ti mu ta mbash tullumbacin. E ku di jetë se jo në kohë, jo. Turk it off. Anglisht? Fol shqip. Shqyqër tullumbacin. Jo, Kris, nuk e heq tullumbacin sepse kjo është vetmja mënyrë me të mbyllur gojen. Tani unë dua të them që gjatë historisë të ventrilokuizmit nuk ka pasur kur një ventrilokuist që mund të Kris, çfarë po bën? Isha duke lidhur tullumbacin. No. Po si e bëre ti këtë? Janë edhe magjistarun. Magjistar. Po, më kanë mësuar dadi jo. Po me që qenë këtë magjistar, pëse nuk në bëhën një numër? Okej, unë do fluturoj. Faleminderit. Kris, e jashtëzakonshme. Tërnua të flet? Faleminderit, Elsa. Unë jam pa fjalë, jam e impresionuar nga talenti juaj. Tani të ndonë turët. Do me thonë, nuk mund të imagjinoj se si mund të ndodhi kjo gjë. Kris, ti dukesh i vërtet. Edhe ti në dukesh e vërtet. Edhe Castro. Një skenar jashtëzakonshëm, ti lindur për skena, ai shoku jot më jashtëzakonshëm se ty. Pa fjalë, jashtëzakonshëm. Jam pa koment, gjë që ndodhë rrallë, e jashtëzakonshme, e pabesueshme. Bravo. Nikolas, Zotit ka falur një regjistër të llahtarshëm për të qenë ky që je, bashkë me alter egon tënde Kristin. Improvizon në mënyrë komike dhe fjala bravo nuk e di sa peshon tek ty, po për mua faleminderit që erdhe në këtë Albania Got Talent dhe të shijuam. Bravo Nikolas. Faleminderit. Bravo. Urime. Faleminderit. Urime fantastike për finale, rëmbeve Golden Buzzerin. S'ke turp, Jo, hiç fare. Okej, i çik. Tak. s'ka që nuk e as i pari as i fundit. Kështu. Sa po luqia